Zonja dhe zotrinj, faleminderit që erdhët, ju përshëndes të gjithëve. Mirë se erdhët në përurimin e veprës Kur heshtja flet të profesor doktor Ahmet Shala, një vepër që thërret për kujtesë, drejtësi dhe dinjitet. Varur dhe demokratik. Ju ftoj në një thirrje për të vërtetën, e një zë që nuk mund të mbyllet nga asnjë heshtje. Tutna se po shkoj pa e prit atë ditë. Nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar Kryeministër i Shqipërisë zoti Edi Rama, i dashur profesor Shala, të dashura zonja Lume, zonja Sevdije, zonja Violeta, zonja Shqipe. Veterane invalid të luftës së ushtrisë qeverimtare të Kosovës, me lejoni me respekt veçantë të ftoj autorin Ahmet Shala për adresimin e tij. Edhe sikur vetëm të kisha hesht. Apo më dëgjoni? Apo më dëgjoni? Apo më dëgjoni? Zonja Presidente, zoti Kryeministër, edhe sikur vetëm të kisha hesht, asgjë pa fol, besoj që do kisha dërguar mesazhin më të fortë. Por duke qenë se është ceremoni, unë e dua t'i them ca fjalë. Në fakt të fjalët janë të tepërta, sepse vetëm ardha juaj tregon gjithçka. Ju faleminderit me zemër. Do të devijoj pak nga fjalimi sepse dua të them diçka posaçërisht për prezencën e kryeministrit Edi Rama, i cili tej mase jo më ka nderuar vetëm mua, po ka treguar se është një lider që thën heshtje. Dhe
Dhe nuk kam fjalë çfarë të them, dhe dua t'ju them gjithëve, e posaçërisht zonjës presidente dhe të tjerëve. Kam qenë si fëmijë dhe gjithmonë kam besu në një fuqi më të madhe se sa njeriu. Kam besu në Zot pa e ditë se kush është ai. Kam mendu që ekziston diku në qiell, larg, që është e vërtetë. Por sinonimin e Perëndis e kuptoj sot këtu. E kuptoj sot këtu sepse Perëndia është e barabartë me të vërtetën. Kështu e kam kuptu. Është me dashurinë e pakushzuar. Dhe nuk ka dashuri më të madhe, besoj, për kushtim më të madh dhe bekim më të madh, se sot këtu në rreshtin e parë kemi presidentin e Kosovës, kryeministrin e Shqipërisë, kryetarin Ali Ahmeti, zonjën Rexhepi, zonjat e nderuara të këtyne burrave që punënohen me majt brenda atyne qelive. Kemi ministrin e mbrojtjes, ministrin ton Maqedonci, kemi përfaqësuesit e veteranëve të luftës çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, shiqoni ata uniform aq të bukur që kemi. Jam i nderuar shumë me pjesëmarrjen e Nevenkës, Nevenka Trump, një aplauz për ta të veçantë ju kisha lutur. E cila ka ardhur prej Hage për të na nderuar dhe kam shumë njerëz këtu, kemi ambasadorin e Shqipërisë, Flora Brovinen, një nga aktivistët tona të paepura për të drejtat tona. Kështu që për mua ai Zot pra, që dikur se kam pa, që dikur se kam ditë kush është, shprehet këtu me prezencën e tina për të quar një Zot fuqishëm, me shumë dashuri mas pari aty në burrave që po mbahen padrejtisht, por për të quar edhe një mesazh shumë qartë, shumë të fuqishëm se sa është ky libër, atyre që po i majnë pa të drejtë ata. Dhe unë kam shkruar këtu një fjalim të cilin do përpiqem ta lexoj thjesht jo vetëm për dhënë mesazhin tim, por edhe për të mbetur një gjurmë se heshtja kur flet është më e fuqishme se çdo zhurmë tjetër e cila është përpjekur të bëhet shumë më gagace, shumë më manipuluese se çdo e vërtet, çdo evidencë që mund të gjendet. Andaj, e nderuara presidente, i nderuar i zoti kryeministër, i nderuar i zoti Ali Ahmeti, të nderuara zonjat e burrave, liderëve tanë që po marrin atje, të nderuar të pranishëm, siç e thash, ky libër nuk lindi për të qenë thjesht një botim. Ky libër lindi krejt rastësisht, mbase si një nevojë e shpirtit tim, si një ndjenje thellë gjatë e ndrydhur, sigurisht sikurse edhe te ju, në shpirt e zemër dhe si një zë që shpërtheu fare spontanisht, të flet dhe të veproj. Kur fillova të shkruaj, nuk shkrova si një akademik, as si diplomat, e as si studius. Shkrova si një njeri i thjesht i këtij vendi, tani me të lirë nga këta burra. Shkrova si një qytetar, shkrova si një shqiptar, që dikush që ka parë, ka dëgjuar, ka prekur dhe ka përjetuar vetë, por edhe ka pa në sytë e të tjerëve dhimbjen që nuk shuhet, drejtësinë e vonuar dhe dinjitetin që nuk dorëzohet kurrë. Përmes këtij libri besoj që flasin ata që sot prehen në parajs, pra herojnë tonë, flasin ata që janë aty ku nuk duhet të ishin, flasin ata që heshtja i ka rënduar më shumë se çdo fjalë. Heshtja jonë pra. Këtë libër e fillova ta shkruaj pas takimit të katërt me 4 udhëheqësit tanë në Hagë, presidentin Hashim Thaçi, kryeparlamentaret Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe deputetin tonë të nderuar Recep Selimin. I kam vizituar së bashku me kongresmenin dhe ambasadorin Tony Hall, kandidatin 3 herë për çmimin Nobel. I pash jo me sy politike, as diplomatike, as studiuse, po me syn e njeriu të thjeshtë.
I pash jo si personalitete me funksione që kanë mbartur, por si njerëz të rëndomt, si bij, si paballar, si bashkëpunëtar, të atyre që sot që shprehen në Prekaz, në Likoshan, në Qirez, në Glogjan, në Studime, në Meje, në Krush, në Izbic, e gjithandej në tokën atë tonë. Dhe kuptova diçka thelbësore. Kuptova atë se historia e Kosovës nuk ndahet në kapituj, dhe siç shihet nuk ndahet në kapituj sikur si historitë e botës. Historia jonë është në vije vetme dhe pashkëputur, edhe pse armiqet tonë janë përpjekur historikisht dhe siç po shihet po përpjekën edhe tani, që atë ta coptojnë dhe ta shkpusin atë. Vija e historisë sonë themelët i ka nga shpata e Skënderbeut te koburja e Isa Boletinit, antarët të cilët i kemi këtu prezent. Nga mençuria e diplomacia e Ismail Qemalit e Hasan Prishtinës, që prapë kemi këtu prezent, deri te durimi i Ibrahim Rugovës, që prapë kemi këtu prezent. Nga pushkat e Mjasharit te qelit e Hagës, që prapë kemi këtu prezent. Gjithmonë e lidhur te trimëria dhe e drejta dhe e vërteta. Kjo vi, ata heronj, e ata amanete nuk kanë dhe nuk guxojnë të kenë ndërprerje as shkputje, sepse siç e thot dhe siç na paralajmëron i madh i Kadare, harresa është në katare sa vetë edhe krimi. Ishte mu kjo porosia Kadare son të madh që më foli lehtazi, por prerazi atë ditë kur isha në vizitë në Hag dhe duke u kthyer në shtëpi. Më tha shumë shkurt, shkruaj, fol, trego, vepro. Nuk e di pse, por e mora atë si një urdhër nga një engjëll perëndije, se nëse nuk shkruaj, nëse nuk flas, nëse nuk tregoj, do të jem bashkëfajtor. Apo edhe më keq, do të jem bashkëpunëtor me ata që po përpiqen të na fshin apo deformojnë historinë më të lavdishme të kombit tonë. Prandaj kur heshtja flet është, do thosha, një pillull, një terapi kundër Alzheimerit tonë individual e kolektiv, është antibiotiku më i mirë ndaj virusëve e bakterieve të rrezikshme të historisë dhe është vitamin e antitrup efektiv në mbrojtje të së vërtetës. Gjatë rrugës time në Hag, buroj e Prekaz e kuptova se historia nuk shkruhet vetëm me fakte. Ajo shkruhet dhe besoj se vetëm ashtu ka dhe kuptim të shkruhet me zemër, me kujtime për që të marrin frymën. Shkruhet me shikimin e përfaqësimin e atyre heronjve tanë të gjallë në Hag që nuk kërkojnë asgjë tjetër përveç drejtësisë, shpejtësisë, transparencës dhe lutjes së tyre më njerëzore. Mos na harroni. Historia jonë shkruhet dhe duhet të shkruhet nga rënkimet e baballarëve si Haxhi Thaçi, që kur përpiqesh atë japsha garet për djalin që po i mbahet padrejtisht mbi 3000 kilometra larg shtëpisë së tij, të shtrëngon me dorë dhe të thot: "Ah, ty të lumë goja, Brahmet, po u zgjat shumë, e koha po shkon. U bon 3 vjet, pra ka fol para 2 vjet, para 3 vjet. Shumë, këto të hashimit në burg po më duken si 300, hiç po shkojnë. E këto të mijat kanë marrë të porzën, po shkojnë shpejt. A e shihni jam plak shumë, e po tutna se po shkoj pa atë ditë." Historia jonë shkruhet edhe nga rënkimet e malli për blues i mbi 1400 nënave që rrinë me vite zgjuar në heshtje, vazhdimisht rënkojnë e arsyetohen. Oj loke, unë nuk kërkoj asgjë. Dua vetëm ta di se ku ka varrën djali jam. Pra janë ato 1400 nana, motra, vllazër, që presin të zhdukurit. Ku janë? Dhe veç ta din ku e kanë varrën. Ajo shkruhet me heshtin po aq të fëmijëve, motrave, vëllezërve që rriten duke kërkuar kthimin, pra edhe të vëllezërve, motrave të tyre që ende nuk gjejnë as heshtat më të dashur të tyre në kohën kur bota civilizuar hesht. Dhe paradoksalisht, por mrekullisht, ajo shkruhet nga populli që përkundër të gjitha këtyre nuk pranon të urrej, por ka gjetë forcë të falë dhe të pajtoj. Janë pra këto rënkime, këto lutje, këto vlera të këtyre burrave, grave, fëmijëve, pleqve, nënave, motrave, të gjallë të rënë, autorët e vërtet të këtij libri. Unë jam në fakt, jam përpjekur të jam vetëm penda e tyre. Të nderuar të pranishëm, kur heshtja flet nuk është thjesht libër,
është një akt politik në kuptimin më fisnik të fjalës. Është një përpjekje për t'i dhënë zënje të vërtetë të heshtur, të shtypur, të keq interpretuar dhe për t'i rikthyer dinjitetin një narrative që është deformuar me qëllim. Ky libër lindi nga 3 burime: nga dhimbja e popullit tim, nga përgjegjësia ndaj së të vërtetës dhe nga alarmi ndaj një padrejtësie që po rrezikon themelet e drejtësisë kombëtare e ndërkombëtare. Gjatë vizitave të mia që i përmenda më lart, kuptova se betejat e Kosovës nuk janë vetëm të shkuara, ato janë edhe së sotme, vetëm në një formë tjetër. Kur vizituam Prekazin, atje ku ndër shekuj edhe gurët flasin, kuptova se historia nuk kërkon të bind, ajo kërkon me të tërim të mos harrosh. Dhe kur takuam në Hag, një nga një, 4 heronjët e gjallë, Hashimin, Kadriun, Jakupin, Recepin, kuptova se drejtësia jonë shtetërore, kombëtare, sidomos e ndërkombëtare, është sërish në test. Një test që nuk po e kalon me dinjitet. Në fakt, në test nuk është vetëm drejtësia jonë, e ajo ndërkombëtare. Por më shumë në test është edhe politika, akademia jonë kombëtare dhe ajo ndërkombëtare. Një gjë duhet ta dimë se ato kurrë nuk kanë lëvizur nga inercioni i tyre. Andaj në test është ndërgjegja dhe përgjegjësia jonë ndaj atyre që patën guximin, mos të heshtin, në kohën që edhe për një fjalë shkonte koka e jo vetëm karrika. Ajo që po ndodh atje nuk është thjesht proces gjyqësor, është narrativ politike, është një përpjekje për të barazuar viktimin me agresorin, kriminalin me qëllimtarin, të vërtetën me propagandën. Më duhet ta them qartë dhe do përshpiqem ta them me zë të qetë megjithatë, por me qëndrim të pathyeshëm. Pa vendosur drejtësinë në vend, për 4 liderët tanë nuk mund të ketë drejtësi të plotë as për Kosovën. Pa të vërtetën dhe drejtësinë nuk ka paqe, dhe pa integritet të asaj drejtësie nuk ka besim. Dhe këtu nuk flasim për emocione, flasim për fakte. Specialistët e GND-s e dinë mirë se ky proces ka devijim procedural. Juristët ndërkombëtarë dinë se standardet e barazisë së armëve janë thyer. Akademikët e dinë se kjo gjykatë është produkt i një presioni politik me mandatin më të çuditshëm që ka njohur Evropa dhe bota demokratike. Të gjithë e dimë se akuzat nisën në raporte të fabrikuara, të furnizuara nga aparati një shteti që kreu krim e gjenocid këtu në vendin tonë. Harresa nuk i vret vetëm të vdekurit, ajo vret edhe të gjallët, edhe më keq, vret edhe të ardhshme. Andaj ky libër është një sfidë morale dhe politike ndaj çdo mekanizmi që tenton të zhvendos fokusin nga krimet e kryera kundër shqiptarëve te ata që u mbrojtën, u organizuan dhe sollën lirinë sot që ne e gëzojmë. Andaj, miq të dashur, ky libër nuk kërkon të ndërtojë legjenda, nuk kërkoi të krijojë heronj të rinj. Ata ekzistojnë. Janë këtu, të Jashart në Prekaz, të Zahirin në Lap, të Ramushin në Dugaqin, në Krush, në Mej, në Rezall, në Izbic, në studime, gjithandej. Janë të nënat, të baballaret, të fëmijët tanë. Janë të 4 lideret që sot po përmballen me padrejtësi të paparë në histori. Andaj dua që nga zemra t'ju falenderoj të gjithë juve për këtë prezencë kaq madhështore. Ky është një mesazh për të gjithë ne dhe të përgjithë ata që na shiqojnë dhe që veprojnë. Faleminderit nga shpirti që nuk e lini heshtjen të flas vetëm, por të flasim, lutemi e veprojmë bashkë për të vërtetën dhe dinjitetin njerëzor e kombëtar. Zoti ju bekoftë. Zonja dhe zotrinj, kur drejtësia shndrohet në padrejtësi, rezistenca bëhet detyrim moral. Më lejoni që të ftoj tani përpara jush Presidenten e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani, për fjalën e saj. I nderuar kryeministër Rama, të nderuara familje Thaçi, Veseli, Krasniqi, të nderuar ministra, i nderuar kryetar Ahmeti, të nderuar veteran,
invalid të luftës, përfaqësues të partive politike, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, shumë i nderuar ambasador, ministër, profesor Ahmet Shala, familja Shala, shumë të dashur të pranishëm. Sot në botë ka akoma 10 kombe, të cilat nuk e kanë arritur çlirimin e tyre dhe akoma nuk e kanë shtetin e tyre. Për nga numri, janë shumë më të mëdhenj se sa populli i Kosovës, por janë ende popull të okupuar, të shtypur, e në kërkim të lirisë dhe të shtetit. Titani i letërsisë son Ismail Kadare, me të drejtë i përmendur dhe i cituar edhe nga vetë autori i librit, jo rastësisht shtetin e Kosovës e quajti triumf të lirisë dhe triumf të gjithë kombit shqiptar. E ky triumf u bë i mundur për shkak se në kohët më të rënda dhe në ditët më të errta për popullin ton, Kosova pati bi e bija që udhëhoqën luftën tonë çlirimtare dhe i dolën Zot atë dheut, duke dëshmuar se liria ishte më e shtrenjtë se sa edhe vetë jeta. Këtë histori, këtë të vërtet e këtë triumf, ne duhet ta mbrojmë me krenari në çdo kohë, në çdo vend, kudo në botë. Sepse UÇK-ja është ideali më i fuqishëm i ndërtuar nga shqiptarët ndër shekuj. Por për ta mbrojtur të vërtetën, ne duhet edhe ta shkruajmë atë. Prandaj do të filloj duke falenderuar autorin e librit, ish ministrin, ambasadorin Ahmet Shala, i cili nëpërmjet librit kur heshtja flet na fton në një reflektim të thellë dhe të matur, dhe kujton se historia nuk flet domosdo gjithmonë me zë të lartë. Autori i librit ka bërë një punë të çmuar duke ndërthurur reflektime personale, rrëfime të drejtë për drejta dhe analiza historike. Ai na sjell përballë të vërtetën e Hagës, takimet me ish-udhëheqësit e UÇK-s dhe vizitat në vendet simbolike të lirisë, duke kthyer heshtjen në zë të fuqishëm. Përmes këtij rrëfimi, na rikthen kujtesën kolektive të Kosovës dhe e ngren në nivel ndërkombëtar ndërgjegjen morale për lirinë, për drejtësinë dhe dinjitetin. Ky libër trajton jo vetëm rrëfimin personal të autorit Ahmet Shala, nga vizitat në Hagë te krerët e UÇK-s, te ish-presidenti Hashim Thaçi, ish-kryetari Kadri Veseli, ish-kryetari Jakub Krasniqi dhe ish-kryetari i grupit parlamentare Xhep Selimi, por edhe për gjykimin e padrejtë që po bëhet ndaj vetë proceseve tona jetike, ndaj lirisë e pavarësisë son dhe përpjekjeve për çlirim, të cilat u ndërmorën në shërbim të lirisë dhe mbijetesës së popullit ton. Në libër përshkruen pasojat e luftës nga masakrat e shumta, vendet e lavdisë e sakrificës si Prekazi, plagët që koha nuk i shëron, reçakun ku heshtja ndaj drejtësisë bëri që ndërgjegja ndërkombëtare të flasë më në fund, krushën e madhe e krushën e vogël, Mejën, Izbicën, Studimën e shumë vende të tjera si dëshmi të një dhimbjeje që nuk do të harrohen kurrë. Autori në këtë libër trajton edhe dhunimet masive si armë lufte, gjenocidin e spastrimin etnik, të zhdukurit me dhunë dhe shumë plagë akoma të hapura, duke na rikujtuar se përballë historisë së dhimbshme, përgjegjësia jonë është ta ruajmë kujtesën kolektive, të kërkojmë drejtësi dhe gjithnjë ta vlerësojmë drejt sakrificën. Lufta çlirimtare e Kosovës duhet parë dhe vlerësuar brenda këtij konteksti historik. Ajo nuk ishte akt i impulsit, por përgjigje ndaj një realiteti të padrejtë dhe një shtypje shekullore. Ishte një luftë për të mbrojtur të pambrojturit. Ishte një luftë për mbijetesë, për dinjitet dhe për të drejtën për të jetuar të lirë, të drejtën më sublime njerëzore. Mbrojtja e kësaj të vërtete është në shërbim të mbrojtjes së vetë themeleve të shtetit tonë.
por edhe obligimi yni kundrejt rrugës së vështirë në për të cilën kemi kaluar deri të përmbushja aspiratës sonë shekullore për liri dhe shtet. E ky libër e bën të qartë se respektimi drejtësisë ndërkombëtare dhe mbrojtja e së vërtetës historike nuk janë procese kundërshtuese, por plotësuese. Sepse drejtësia e fiton kuptimin e plot vetëm atëherë kur është e paanshme dhe e ndërtuar mbi fakte të vërteta, por asnjëherë kur ajo ndërtohet mbi narrativa të rrejshme, të njanshme dhe me synim për ta rishkruar historinë. Prandaj libri kur heshtja flet na rikujton se pa një lexim të drejtës së kaluarës, asnjëherë nuk mund të ndërtohet një e ardhme e qëndrueshme. Pa respekt për sakrificën, është vështirë të forcohet besimi në drejtësi, sikundër që pa dinjitet historik, shtetet mbeten të brishta përballë keq interpretimeve dhe deformimeve historike. Në këtë frym, libri e trajton luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës jo si një mit politik, por si realitetin më krenar të historisë sonë, të lindur nga nevoja e një populli të shtypur, i cili kërkon të liri. Një realitet që duhet kuptuar, jo instrumentalizuar nga ata që po dëshirojnë ta deformojnë historinë tonë. Një realitet që duhet analizuar me ndershmëri, e jo zhveshur nga konteksti njerëzor e historik i popullit tonë. Prandaj ky libër është në funksion të ruajtjes dhe mbrojtjes të së vërtetës, si vlerë themelore, historike e shtetërore. Liria e fituar me sakrificë nuk kërkon zë të lartë për të mbrojtur, por kërkon qëndrim të drejtë, kërkon kujtesë të përhershme, e mbi të gjitha kërkon drejtësi. Sepse bijt e bijat e këtij vendi që dhanë gjithçka për atë dhej, dhe secili prej nesh që jemi sot këtu, e dim se një histori e shkruar me gjak, asnjëherë nuk mund të fshihet e as të shtrembrohet nga gënjeshtra të shkruara në letër. Ju faleminderit. Dhe kjo liri ka rënjë të thellë në gjakun e derdhur për liri. Faleminderit shumë zonja presidente. Me kohën dhe praninë e tij na ka nderuar sot edhe kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama, të cilin e ftoj me shumë kënaqësi të marrë fjalën. Përshëndetje gjithë dhe mirë se ju gjeta. Ftesëm për të marrë pjesë në prezantimin e këtij libri e morë nga profesor Ahmeti përpara se sa të merrnim lajmin e zymt nga tribunali në Hag mbi kërkesën absurde të prokurorëve për të dënuar 45 vjet çdo njërin prej 4 udhëheqësve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe për hir të vërtetës pata vështirë që të mund të shkruaj një fjalë nga fillimi në fund, sepse përballë një situate të tillë, fjalët nuk janë as pak lehta për t'u gjetur, ndërkohë që ndër disa mendime që besoj mund vlejnë të ndahen me ju këtu, i pari ishte mendimi se kush është sot në të njëjtën godin, pothuajse,
që vuan dënim pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare. Sot të dënuar nga ajo gjykatë ose më saktë nga drejtësia ndërkombëtare janë Radovan Karadžići, i cili u dënua me burgim përjetshëm për një epokë të tërë terrori dhe spastrimi. Ratko Mladići, i cili u dënua po ashtu me burgim përjetshëm si fytyra e makinerisë së shfarosjes dhe autori i damkosur botërisht i masakrës së 8.000 njerëzve të pafajshëm në Srebrenicë. Një farë Stanislav Galić, i cili u dënua po ashtu me burgim përjetshëm për terrorin e snajperëve që shënjestruan fëmijë dhe gra si të ishte një safari njerëzor. Një farë Milan Lukić, i dënuar në përjetësi për krime që lën pa fjalë dhe fjalorin e më të keqes. Dikush që lidhte njerëz të gjallë dhe i hidhte në lumë duke kundruar me kënaqësi se si përpoliteshin dhe mbyteshin. Dhe 3 autorë të tjerë për dhunimesh, vrasjesh, krimesh nga më makabret. Tani, sipas kërkesës së prokurorisë së tribunalit në Hag, këtyre dënuarve do të shtohen edhe 4 të tjerë në anën tjetër të barikadës, ndërkohë që prokuroria nuk pati kapacitetin të provojë asgjë të ngjashme, sepse nuk ka asgjë të ngjashme në aktivitetin e 4 udhëheqësve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk ka asnjë lidhje aktiviteti i tyre dhe i ushtrisë shqiptare të Kosovës me terrorin mbi popullsinë civile, me spastrimin etnik, me varret masive të njerëzve të pafajshëm, me shënjestrimin e fëmijëve dhe të grave nga snajperët e vendosur aty me këtë qëllim, apo me përdhunime, me vrasje, me mbytje njerëzish në lumë. Asgjë. Ata 4 burra nuk u armatosën për të ndërtuar një politik shfarosje, por armatosën kundër një politike shfarosje. Ata nuk u armatosën për të imponuar sundimin e tyre në një territor të huaj, por armatosën për të hequr qafe sundimin e të huajve në tokën e tyre.
Dhe faktikisht ata vetë me dorën e tyre e votuan në Parlamentin e Kosovës një gjykat e cila në letër është një gjykat e Kosovës. Nuk është një gjykat për të vendosur në bankën e të akuzuarve Kosovën. Dhe faktikisht sot jemi në kushtet kur ka marrë formë thuajse përfundimtare, pasi fjalën e fundit e ka sigurisht gjykata, një plan shumë afatgjatë, jetësimi i cilit ka nisur me raportin famkeq të Dick Martit që mos gjet kur prehje aty ku është, për trafikim të organeve nga udhëheqja e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe ai plan është shtyrë përpara nga përfaqësuesit e Vladimir Putinit në Këshillin e Evropës. Dhe më tutje është ngritur mbi një rezolut të Këshillit të Evropës, të cilën sot e gjithë ditën për turpin e vetë Këshillit të Evropës nuk gjen kurajon të rishikojë, pasi asnjë lloj trafiku organesh nuk është provuar në asnjë formë. Dhe pastaj i plan ka vazhduar mëtej me një gjykat i proces që ka marrë jetë në ditën kur presidenti i Republikës Kosovës ishte nisur për Washington. Dhe është kthyer nga rruga e një takimi ku do të hidhej një hap tjetër për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë nën kujdesin e presidentit të kohës dhe të sotëm, njëkohësisht Shtetet Bashkuara, presidentin Trump, pasi qartësisht forcat tjera nuk e dëshironin që të ndodhte ajo gjë, dhe qysh nga ai moment presidenti i Kosovës është marrë peng. Tani mund të jetë sekret shtetëror këtu në Kosovë, por nuk është sekret shtetëror për mua që edhe presidenti i Kosovës është kërcënuar. Dhe këtë gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, por po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Gjë që natyrisht do ta vendoste Kosovën në sytë e botës si një shtet ku deri në zyrën e presidentit gjenden prova për krime kundër njerëzimit. Dhe kërcënimi i presidentes ka zgjatur 2 vjet. Por për nderin e saj dhe për nderin e Kosovës, ajo e ka ndaluar një gjë të tillë. Tani sot jemi këtu, mund të themi fjalë sa të duam me zveti, mund të përdorim të gjithë qoshet e pasura të fjalorit gjuhës shqipe për të nxjerrë dufin legjitim ndaj një prokurorie idiotësh, por çështja është që ata nuk janë thjesht idiotë. Ata janë instrumenta
të një gjykate e cila është edhe më politike, fatkeqësisht, se sa gjykatat e Serbisë në raport me Kosovën. Me ligjet e kohës, nëse i referohemi ligjeve të kohës, kur ka ndodhur lufta. Dhe nëse ushtria çlirimtare e Kosovës nuk do ta fitonte luftën dhe populli i Kosovës nuk do të çlirohej, në gjykatat e asaj Serbie, dënimet e kërkuara nga prokurorët do ishin të pamundura. Sepse me ligjet e asaj Serbie, 45 vjet që do të thot faktikisht varrosje për zgjallje e njerëzve, nuk ka. Pra, drejtësia ndërkombëtare e financuar nga shtetet demokratike që për turpin e tyre vazhdojnë ta ndjekin me indiferencën më të madhe gjithë këtë katastrofë për Europën dhe për botën demokratike, përveç se për 4 njerëz krejtësisht pafajshëm, faktikisht bën që ne sot të ngrem një pikpyetje për veten tonë se çfarë mund dhe duhet bëjmë. Nuk e kam përgjigjen për këtë. Por jam i sigurt që duhet bëjmë diçka ende më shumë për këtë. Sepse është një katastrofë për vetë drejtësinë ndërkombëtare, për vetë Europën, për perëndimin demokratik, të cilin Kosova e testoi dhe fatmirësisht perëndimi duke e njohur Kosovën kaloi testin e humanizmit vetë. Por nëse sot perëndimi nuk e kalon këtë test dhe merr përsipër varrosjen për zgjallje të 4 njerëzve të pafajshëm, duke faktikisht lënduar si s'ka më keq popullin dhe Republikën e Kosovës, atëherë ky mbetet një problem shumë i madh. Nuk di të them më shumë fjalë, po di që kjo është pengmarrje për arsye politike, jo të perëndimit si i tërë, po të atyre forcave që kanë dashur të barazojnë dy gjëra që nuk barazohen dot. Dhunën etnike të një makinerie lufte tërësisht fashiste dhe luftën çlirimtare të një ushtrie e cila emrin e ka pasur ushtri, por në fakt ka qenë një mobilizim popullor ku ata të cilët janë trajtuar atje në gjyq si komandant të një force të rregullt kanë qenë udhëheqësit shpirtëror, moral dhe politik të këtij mobilizimi. Dhe mbi të gjitha ka diçka tjetër që është ende më e rëndë, sepse në qoftë se për perëndimin flas, në qoftë se Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi duhet varrosen për zgjallje për luftën dhe për çfarë ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë, atëherë duhet të vazhdojnë arrestimet
duhet arrestohet Bill Clintoni, duhet arrestohet Javier Solana, duhet arrestohen Tony Blairi, nuk diskutohet, kryeministrat e tjerë të vendeve që i dhanë dritën jeshile bombardimeve, dhe faktikisht duhet të ndodhi eksaktësisht ajo që ka predikuar Slobodan Miloševići, që dhe ai bashkë me atë tjetrin Zviceranin mos gjetë kur prej aty ku është. Të dy bashkë atje. Dhe kjo është e pa imagjinueshme. Por përsëri unë flas dhe më duket se çdo fjalë që them është pa kuptim, pa pesh, pa lidhje, sepse ajo që po ndodh është shumë e rëndë dhe për atë që po ndodh natyrisht duhet flasim, natyrisht duhet shkruajmë libra, natyrisht duhet tregojmë, por mbi të gjitha duhet gjejmë mënyrën të veprojmë. E përsëris nuk e kam përgjigjen se si, por besoj që bashkarisht të dyja shtetet tona mund ta gjejnë një përgjigje se si. Që në fund fare të mos i themi vetes si nuk provuam të bëjmë dhe këtë, apo dhe këtë, apo dhe këtë, por t'i provojmë që të gjitha, natyrisht brenda normave të cilave jemi nënshtruar me vullnetin e lirë dhe të plotë si pjesë e bashkësisë demokratike, si pjesë e bashkësisë euroatlantike dhe kështu me radhë. Profesor, faleminderit edhe për ftesën, ishte vërtet kënaqësi që të isha këtu, do të kisha dashur që të ishim së bashku në këtë promovim pa pasur mbi shpatulla këtë barën e madhe të atyre 45 vjetëve për secilin prej 4 pengjeve të drejtësisë ndërkombëtare, por siç e ka treguar dhe historia e Kosovës dhe historia e Çirisë të Kosovës dhe historia e shtetëndërtimit të Kosovës, ka sfidat të cilat i zgjedhim, ka sfidat të cilat na zgjedhin. Ajo që na takon është që të mos i lëm pa i fituar të parat dhe të mos i shmangemi të dytave, duke bërë gjithçka që kemi në dorë për t'i fituar. Unë besoj që nëse shpresa, siç thonë vdes e fundit, shpresa lidhur me kërkimin e drejtësisë dhe mbi të gjitha lidhur me besimin tek rruga e arsyes atyre që do t'japin gjykimin përfundimtar, nuk do vdes dhe në asnjë mënyrë nuk duhet lënë që të vdes. Shumë faleminderit gjithë. Shumë faleminderit Zoti Rama, pas një ekivok, por ishit ju ai që foli edhe kur vetë heshtja po heshte. Më lejoni tani të ftoj përpara jush, në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Ministrin e Mbrojtjes, Zoti Ejub Maqedonci. Nderuara Presidente Osmani, nderuar Kryeministër Rama, nderuar Zoti Ali Ahmeti, familjar të drejtuesve të luftës sonë shërimtare, të nderuar veteran dhe invalid të ushtrisë shërimtare të Kosovës, familje të dëshmorëve dhe jo pjesëmarrës të kësaj ceremonie të provurimit të librit Kur heshtja flet, i nderuar Zoti Ahmet Shala, ju përgëzoj për përurimin e sotëm të librit Kur heshtja flet,
që para së gjithash është një libër që synon të mbroj dhe ruaj historinë e kryengritjes dhe luftës së popullit tonë për liri nga tentativa për ta rishkruar atë. Jam i bindur që asnjë proces gjyqësor, asnjë kërkesë për dënim dhe asnjë tentativë për të dënuar apo ndonjë vendim për të dënuar drejtuesit tonë të luftës çlirimtare nuk do të arrijë ta zhbëj dhe as ta ndryshoj natyrën dhe karakterin e luftës sonë. Natyra e luftës sonë do të mbetet thellësisht humane, e drejtë dhe e pastër, kurse karakteri i luftës sonë do të mbetet përgjithmonë çlirimtar. Dhe kjo pikërisht natyra e luftës sonë dhe pikërisht karakteri i luftës sonë ishin arsyet pse bota demokratike, pse vendet që përfaqësojnë vlerat demokratike mbështetën luftën e drejtë të popullit tonë për liri. Qëndrojmë me shpresë që do t'i kemi së shpejti drejtuesit e luftës sonë çlirimtare në vendin tonë, këtu, në mesin tonë, kurse sa i përket librit Kur heshtja flet, përveç si një vepër letrare, përveç si një vepër me vlera shoqërore, shërbeft edhe si një referencë për brezat e ardhshëm që të njohin dhe respektojnë luftën e popullit tonë për liri. Faleminderit. Faleminderit shumë, zoti ministër. Me lejoni tani të ftoj përpara jush zotëri Ali Ahmeti, nga pjesa tjetër e atë dheut, nga Maqedonia e Veriut. Vëllezër e motra, nderuara kryetare e Kosovës, nderuar kryeministër i Shqipërisë, zoti Edi Rama, nderuara familja Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi, ambasador, dashur bashkëluftar, veteran, familjet dëshmorëve dhe përfaqësues të institucioneve të shtetit, ministër i mbrojtjes. Ahmet Shala, intelektual i guximshëm. Profesor, unë me shumë vëmendje e kam lexuar librin. Po e përshkruaj në mënyrë simbolike. Më dukeshte se e vënë në cilësinë një komandanti ku udhëhiqje një luftë që ti ishe në anën e çlirimtarëve, luftarëve, përballë antishqiptarëve, përballë të gjithë atyre skenarëve të zi, që nga Moskva deri në Beograd dhe luftoje me çlirimtarët për të bërë një rregullim të tërë padrejtësive që ne historikisht na ishën bërë dhe akoma na bën si shqiptar. Aty vërejtat që nuk shkruan të pena, po shkruan të zemra. Sepse ti kishe përjetuar
me humbjen e njerëzve të më të dashur, të gjakut tënd. Dhe flisnje, pashtu si flisnje me dëmshuri edhe për familjet e të gjithë të rënëve të Kosovës, po edhe për familjet e këtyre shqirimtarëve që pa drejtësisht janë në pranga, vetëm e vetëm se luftuan për liri dhe dignitet të kombit që ata i takonin. Ti si komandant i ke shpall një luft të fortë, të gjithë padrejësive dhe të gjithë planeve anti-shqiptare që historikisht janë përpunuar. Me qëllim që ne të na shfarosin si specie dhe për të prek brigjet e Adriatikut, Moskva e Beogradi. Të gjithë e dim që këtu përbëhet një gjyq i pa drejt, akuza për vepra të pabëra, vetëm e vetëm pse ishën advetar, shqirimtar dhe organizator të rezistencës e të luftës. Ne nuk do thyhemi ashtu siç nuk thyhen edhe familjet e shokëve tanë, bashkëluftarëve tanë, të cilët gjindem në Hag. Ne do veprojmë guximshëm për të vërtetën. Ahmet Shal, ju keni bërë edhe një punë të shkëlqyer në diplomaci. Ju e keni mbrojt lirinë e fituar me gjak dhe drejtësinë gati dhe gjitha tryezat. Turoj shëndet, punë të marë dhe drejtoje frontin bashkë me shqirimtarët i dashur profesor Ahmet Shali. Faleminderit shumë, zoti Ahmeti. Nuk thonë kot që gratë janë dy herë njerëz. Dhe këtë më së miri e kanë dëshmuar historikisht gratë shqiptare. Me heroizmin e tyre të pashoq, ato janë një monument i gjallë i qëndresës dhe i ndërtimit të këtij populli. Përpara me kam së paku në radhën e parë 6 gratë fuqishme, secila në mënyrën e vet, duke kontribuar për të mirën e këtij vendi. Tani me gjithë dashamirësinë më lejoni të ftoj përpara jush zonjën Sevdije Krasniqi, bashkëshortën e ish kryeparlamentarit Jakub Krasniqi, zëri të lirisë së Kosovës, që në emër të udhëheqësve tanë në Hag ta merr fjalën. Faleminderit shumë. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid, veteran dhe pjesëtar të ushtrisë shërbëtare të Kosovës, i nderuar kryeministri i Republikës së Shqipërisë zoti Edi Rama, e nderuar kryetare e Republikës Kosovës, e nderuar zonja Trump, ti e cila për këto 5 vite ke dhënë më shumë se të gjitha institucionet e Republikës Kosovës për këta burra që gjenden në dhomat e specializuara në gjykatën e Hagës. Posaçërisht i nderuar zoti Ahmet Shala, autori i librit Kur heshtja flet, i cili me përkushtim dhe guximin e tij në mbrojtje të së vërtetës dhe dinjitetit të popullit tonë,
Me këtë libër, si dhe me angazhimin e tij gjatë këtyre viteve, ai na kujton rëndësinë e kujtesës, drejtësisë dhe përgjegjësisë që kemi ndaj historisë tonë. I urojmë nga zemra që të vazhdoj të shkruaj edhe shumë librat e tjera me të njëjtin guxim dhe përkushtim. Si dhe uroj që drejtësia të vihet në vend dhe që çlirimtarët të kthehen sa më shpejt pranë familjeve dhe popullit të tyre, me dinjitetin që u takon. Roft ushtria çlirimtare e Kosovës. Rofshin këta burra. Faleminderit. Faleminderit shumë, zonja Sevdia. E njëjtë përshëndetja edhe për zonjën Lume, për zonjën Shqipe që është në parlament, edhe për të dashurën tonë, zonjën e Kadri Veselit, lullit tonë të dashur Violeta. Dua t'u njoftoj zonjën dhe zotrin që libri është përgatitur për shtyp nga shtëpia prestigjioze e botuese e Kosovës Artini, me Artin Ahmeti në krye që ka bërë një punë shkëlqyer. Është një tjetër moment ceremonial i librit ku zoti Ahmet Shala do t'i dhurojë tani në mënyrë solemne librin presidentes e Republikës së Kosovës zonjës Vjosa Osmani dhe zotri Edi Rama, kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Por ju njoftoj gjithashtu që libri është përkthyer në anglisht, pret të përkthehet në frëngjisht, në gjermanisht, në spanisht, në italisht, do të promovohet shumë shpejt në Tiranë, do të promovohet shumë shpejt në Washington, në Bruksel, në Hag dhe në tjera qendrat vendosjes me kaq entuziazëm. Besoj ku shqiptar kemi gjithandej dhe gjithë do ta marrin e ta lexojnë, por jo vetëm për lexuesin shqiptar, por libri është i përshtatshëm me që është botuar dhe po botohet edhe në gjuhë tjera dhe për lexuesit e tjerë ndërkombëtar që ta dinë të vërtetën e ndodhur në një periudhë kohore në Republikën e Kosovës. Kështu që zoti Shala, punë e shkëlqyer, të përgëzoj vërtet. Të ftoj të dalësh në bin, këtu te skena, dhe ftoj presidenten e Republikës së Kosovës që të pranoj librin në mënyrë ceremoniale dhe më pas me njëherë për shkak të agjendës së ngjeshur dhe i falenderojmë që ishin prezent patjetër kryeministrin e Republikës së Shqipërisë me gjithë delegacionin e tij. Është një moment interesant edhe për mediat, kështu që do doja që ta kapnit. E keni shenjën aty po. Ky është momenti ceremonial i dorëzimit të librit kur heshtja flet të doktor Ahmet Shala për presidenten e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani Sadriu, e cila kanë përshtypjen e gjithë marrëdhëniet e saj të mira në përbot, do ta dërgoj librin aty ku lexuesi do ta prek dhe ta mësojë një të vërtet e absolute, një të vërtet të drejtë të një populli që përjetoi gjenocidin deri në palcën e tij, e që sot tentohet të barazohet agresori me viktimën. Dhe këtë ne nuk duhet ta lejojmë. Faleminderit shumë. Kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, pranon në mënyrë ceremoniale librin Kur heshtja flet të doktor Ahmet Shala. Për liderin që thënë çdo heshtje dedikuar kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, atij që foli, siç e tham, edhe kur vet heshtja po heshte, zoti Edi Rama. Faleminderit shumë. Kam kënaqësinë dhe nderin e veçantë që patjetër, ta prezantoj dhe ta ftoj përpara jush zotin Ali Ahmeti, i cili e ka pas librin në fakt këtë drejt kryeministër dhe ka shkruar një parathënie për të, por ja që e do ceremonia. Faleminderit shumë. E kisha fjalën e të kursy, zoti Shala, prandaj. Pak emocionale, po si një kraj i thyer ajo pjesë Maqedonisë së Veriut andej, një dhimbje që për herë rënkon.
Faleminderit zoti Ahmeti. Me shumë kënaqësi, librin do t'ia dorëzoj autorit dhe ministrit mbrojtjes, zotit Ejup Maqedonci, i cili gjithashtu po bën një punë të shkëlqyer me forcën e sigurisë së Kosovës. Asnjëherë nuk është gënjejnë luftëtarët e lirisë, njëjtë siç është edhe zoti Ejup Maqedonci, ish luftëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe tani po ashtu, zonjës së nderuar Sevdije Krasniqi, e cila do të pranoj librin për atë, për Bacën Jakub, për djalin, për vajzat, për nipin, për mbesën, për gjithë familjen. Faleminderit shumë. Një dhurim i përzemërt. Tani një libër për atë që lindi në dritin në flakën e pushkës së luftës. Për t'ju shtruar një pushkë Kosovës, zonjës Lume Thaçi, Lumnie Thaçi, bashkëshortja e presidentit të Republikës së Kosovës, zoti Hashim Thaçi, nënës së devotshme të ndritit, e cila me shumë devotshmëri po e pret ardhjen e presidentit për burrit të saj në radhë të parë në shtëpi, dhe kjo është më e rëndësishmja. Kjo ceremoni është absolutisht shumë serioze, por dua të ngrej edhe një digresion, besoj edhe pajtoheni që një komandant e sundon një ushtri, por atë gruaja e tij nuk thon kot. Violeta Veseli. Tani një libër shkon dhe jep dhurat autori për organizatën e veteranëve të luftës, të invalidëve të luftës dhe shoqatën e familjeve dëshmorëve, do ta pranoj zoti Xhavit Jashari. Faleminderit shumë. Kam kënaqësinë të ftoj tani përpara jush zonjën Nevenka Tromp, është profesoresh në Universitetin e Amsterdamit dhe ulëmtuese në gjykatën për krime lufte në Jugosllavi. Ajo foli në protestën e 7 gushtit dhe do ta ftoj sërish ta marrë fjalën. Por besoj që me një duar trokitje do t'ju lejojmë presidenten e Republikës zonjën Osmani dhe kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama për shkak të agjendës së ngjeshur që ta lënë këtë ceremoni, më pas janë takimet mes liderëve në zyrat e tyre dhe kështu që i falenderojmë shumë për praninë e tyre sot këtu. Ndërkaq ne të tjerët do të rrimë ulursi që ishim për të vazhduar sepse kemi edhe shumë çka për të dëgjuar dhe besoj do të na shërbej patjetër. Ms. Trump, please, the floor is yours. Thank you very much.